12 vite. Gëzuar vitin e ri, inshallah vitin tjetër presim bashk. Prapa këtyre grilave, rrethojave të larta e hekura që shprehin vetëm qetësi, janë shumë njerëz, të cilët mbi të gjitha presin dritën e diellit e perëndimin e tij në të njëjtin vend. E këto pritje bëhen më të zymta, shpeshherë më të ngarkuara emocionalisht, ku në të gjithë botën ka ditë feste. Derisa festat e fundvitit simbolizojnë bashkimin me familjen, përqafime drejtuar njëri tjetrit, e shtrimin e sofrës së bashku, por dikë bëhen kujtesë sa shumë munguan pranë më të dashurve të tyre. Kjo sepse jo të gjithë kanë fatin që këto festat t'i festojnë të bashkuar, e momentet t'i ndajnë me familjarët ashtu siç ndoshta dikur kishin ndërruar. Një gabim, një vendim i vetëm, u ndryshoi jetën. E që atëherë, çdo feste presin larg familjes, pas dyerve të ftofta të hekurta të burgut. Në burgun e Smrekonicës, burgu i vetëm i tipit të hapur në Kosovë, festat kanë një tjetër kuptim. Për shkak të sjelljes së mirë dhe respektimit të rregullave, shumë prej të burgosurve lejohen të kalojnë festat dhe fundjavat me familjet e tyre, por jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Ata që mbeten brenda, larg përqafimeve dhe zërave familjar, përpiqen që me aq sa mundën të krijojnë një atmosferë festive. Pak orë pas mesnatës, kur ora shënon ndërrimin e motmoteve, të burgosurit fillojnë përgatitjet. Vendosen pjatat, gotat, ushqimi dhe festa fillon. Roma, përshëndetje. Mirë brava. Ka orë drejtori nga uru festën e vitit të ri. Mirë se vjetë të drejtori. Së shpesë. Mirë brava. Përshëndetje. Na mund të arsyeshme për hir të fundvitit, dhe për hir të sjelljes juve përgjithësi gjithë burgosën që do të janë kërkuar Smrekonicë, kjo mund të arsyeshme me gjithë stafin, me një pjesë tyre, me orë për këtë fundvit, më jam uru fundvitit, shpresoj se vitet tjera boni bashkë me familje. Shumë faleminderit drejtor. Hajde gëzuar, ime, Hajde uri. E në mesin e këtyre të burgosurve në Smrekonicë, ndodhet edhe një burr që prapa grilave qëndron tash 12 vite. Por fol angazhimit të tij që të respektoj pikat e vendosura nga qendrat korrektuese përkatëse, ka arritur që së paku festat, si kjo e ndërrimit të motmoteve, t'i festoj pranë familjes. Por e veçanta është sa ai vendosi që në muajin e fundit të dënimit, për herë të fundit, natën e vitit të ri ta pres brenda burgut, me shokët e tij, ata që i qëndruan pranë gjatë kohëve të vështira e sfidave të shumta. Përshëndetje, mirë mbroma juve. Ajni mirë asena. Gëzuar vitin e ri, inshallah vitin tjetër presim bashk, kem shëndetin edhe gjithat mirë. Kalofshi mirë, natën e mirë, ona për mirë gjithë. Që 12 vite. Po, mu më ka ndodhur një rast një vrasje. Në vitin 2014. Po, që 9 vite kam festu vitin e ri mrena, në Suqen, edhe tash jemi shfrytzuesi vikendit për benefitet që po fitojmë. E dalë në vikend, kthehem burg, punoj jashtë stacionit, kthehem prapë, edhe kem festu vitin e ri dhe me familje, po këtë vit kam vendosur me prit me shoqni, se besoj që është viti i mbrëm, tash kam marrë livimin. Po i mirë nuk është, edhe nuk ja kisha sugjeruar kërkujt me provu këtë punë, po prapë se prapë mirë është, mbase nuk kem presion, nuk kem kurrë të keqe. Zakonisht mirë është, mbledhëm shok, festojmë, dalim telefon, herojnë familjarëve, po përmes telefonit i kemi këto, kemi të drejtë të tjerën familjarët. Po pika por inshallah kem shëndetin një herë, edhe një kthit e familje dhe me fillu me punën, cilën kem qenë më herët të punën. Aktualisht në burgun e Smrekonicës ndodhen 82 të burgosur, të dënuar për vepra të ndryshme penale.
27 prej tyre tashmë punojnë jashtë burgut, në profesione të ndryshme e që është një hap i rëndësishëm drejt rikthimit në përditshmëri e vazhdimin e krijimit të jetës tutje.